pak minuta më parë dhe mbeta me gojë hapur. Kam aktorët Rafael Hoxhaj, Rafael Mirëmbrëma, kënaqësi që më erdhi Rafael. Rafael, kujdes, jo Rafael, Rafael. Rafaeli është në rolin kryesor, pra luan Merson, personazhin kryesor. Kam në studio Kleard Germenjin, Kleardi Mirëmbrëma. Kleardi që është një nga demonët e Mersos, Ronaldo Kolgjokaj, Ronaldo Mirëmbrëma, edhe ti një nga demonët e Mersos, se ati e bie të jenë tre demon, 2 çuna, 1 gocë. Kam dhe, në fakt duhet të ishte dhe Linda. Linda, aktore tjetër, vajza. Linda që seri do se ishte small, po. Linda që është gjithashtu, që njerë luan nënën, pastaj luan... Një moment saktuar ishte nëna, apo jo kur vesh me zeza e vdekur, ishte perla jo, po. Dhe ndërkohë kam dhe Marsit Gupi, Marsit falenderi që me erdhe, Marsit Gupi që është pedagog të Marin Barleti, është avokat penalist, po mbi të gjitha, kam baruar ligj dhe filozofi. Marsiti, si që dini ju, na mëson er pas here, na mëson. Na kujton er pas here se ç'na sjell antikiteti dhe pse ai është kaq i rëndësishëm në ditët tona për të kuptuar të sotmen, sigurisht duhet të kthejmë gjithmonë syt andej. Asgjë s'ka ndryshuar në thelb, thjesht ka ndryshuar kostumet dhe kravatat apo jo. E drejtë, s'ka asgjë të re në ndjell. Në ndjell. Marsiti do na ndihmoj sonte pikërisht pasi t'ja fjalën aktorëve dhe regjizorit. Pra, do na hedhi dritë se përse kjo rrymë, pra, eksistencializmi, vazhdon të jetë akoma në modë edhe se bëhet fjalë për gjysmë shekullin e kaluar. Me Sartrin, me Camus, me... Ate i shekull, me gjithë Kierkegaard. Me gjithë Kierkegaard që ka qenë, si të thuar, themelusi. Po, eksistencializmi religioz. Religioz, bravo. Po që këta pasaj bën çarrin e madhe që këta ikën nga Zoti, apo jo, edhe Camus edhe Sartri. Kamia duhet thënë ka qenë pri Nobel, pra ka qenë çmim Nobel, apo jo? Dhe unë do të filloj me regjizorin, me Bertolain, pyetjen e parë. Jonathan, më thuaj të lutem, ti do të jesh i ri në moshë, apo jo? Do të jesh sa? Sei giovane. 40 vjeç? 40 vjeç, 35, 40? Sì, quanto... Quanti anni hai? Ho 42. Qua, 42 vjeç. Pyetja e parë që më vjen në mendje, pasi pas shfaqjen dje dhe ata që do vinë ta shohin sigurisht do. Është pse shkove te i huaj? Pse? Perché proprio Çfarë ndodhi që në këtë moment do të vije të huaj në skenë? Ndërkohë që mund të shkojë për shembull te Caligula që Albert Camus e ka është dram. E ka shkruar si dram. Ho fatto Caligola. Ah, ha già fatto? Ho già fatto Caligola. Kam bërë Caligulën nel 2020. Në 2020. E quindi con Camus, come dire, ho un rapporto abbastanza... Në një farë mënyrë me Camus kam një lidhje... Përse? È un compagno di viaggio. Për mua thot është një udhëtar, një bashkëudhëtar. La possibilità di adattare lo straniero è proprio anche... La se strisce në ekran, Ledio. L'idea di arrivare qui in Albania e, come dire, arrivare sicuro con un pensiero che sento molto vicino. Ideja për të vënë Camus dhe të huajin, nga që kisha vënë më përpara Caligulën, ishte një terren më i sigurt për mua, që e njihja, pra ishte një nga autorët që e njeh dhe e don shumë, prandaj e vendosi. In più è una ricerca continuamente stimolante per me questa sull'esistenzialismo e sull'essere umano. Pastaj thotë është edhe një kërkim mbi ekzistencializmin dhe mbi qenie njerëzore, që më intereson shumë. Po, të ka interesuar që nuk e qenë i ri, që nuk e qenë, pra, para se të filloje me regjizurën? Ti è sempre stato di interesse anche quando Pure sbruveve per të parë këta autor. Prima che iniziassi a fare il regista, diciamo, quando ti sei... Allora, Caligola, secondo me, è un dramma anche generazionale. Che riguarda una generazione in particolare. Caligola është një dramë e cila i përket një gjenerate të caktuar. Qartë. Quando si arriva tra i 18 e i 23 anni circa. Kur je mes 18 e 32 vite. Quando si comincia a diventare davvero adulti. Kur fillon dhe bësh me të vërtetë i rritur. Le difficoltà davvero arrivano quando si ha a che fare con la morte. Vin vështirësitë che të bësh me vdekjen. E allora quando si comprende la verità della morte. Atëherë kur kuptohet e vërtetë. E allora in quel momento come dire viene in soccorso. Dhe pikërisht në atë moment vjen si shpëtimtar Camus. Camus, po. Sì, e quindi come dire anche io come tanti altri in quell'età
più consapevolmente o inconsapevolmente ho cercato e girato intorno a questo tema. Edhe unë gjatë asaj moshe, ndoshta me vetdije ose pa vetdije, kam bërë kërkimet e mia në lidhje me këtë temë. Po cili ka qenë libri i parë që ke lexuar nga Camus-a? Kush ka qenë? Murtaja, se ai ka shumë libra. Po këto që ka si kryevepra. Murtaja, kjo Caligula, kjo thuaj miti Sizifit, Sisifo? Rënja, La Chute. Edhe kjo thuaj, edhe i huaj sigurisht. Cili ka qenë libri i parë? Il primo libro che hai letto? Sì, suo forse perché ero già appassionato di teatro, proprio Caligola. Edhe kjo me Caligula. Isha i appassionuar Dove pas ce ne teatrit sono tre Caligula. versioni. Ka 3 versione. A un po' di anni di distanza, adesso non ricordo esattamente quanti anni, ma ce ne sono diverse versioni più o meno politiche. La prima versione, quella che a me piace di più, è quella più esistenzialista. Ka disa versione që janë pak disa dhe më shumë politike, por ajo që më interesonte më mua ishte ajo që kishte lidhje me ekzistencializmin. Sì. Dhe para se të pyes aktorët, Jonathan, më intereson të di si ka qenë puna jote me këtë pra, me të huajin e Camus, se i huaj Camus sigurisht është shkruar si roman apo jo? Cila është, se thuash, cila është ajo, si thuhet e piktorët më që përdorin ato? Peneli. Cili është peneli që ti ke, peneli jot personal që ke futur te kjo? Dialogjet, më thënë, çfarë, përveç tekstit që dalloj sigurisht tekstin. Çfarë ke shtuar, çfarë ke çfarë ke fut nga vetja jote? Te kjo do shohin nesër njerëz dhe pas nesër te teatri eksperimental, që është e Turbina sigurisht, gjithë me sallën e madhe, salla tjetër. Come? No, dice che hanno la possibilità di vederlo anche Sì, domani e dopodomani. certo, ok. Diciamo che insieme allo studio su Camus che ho fatto, con questi 2 spettacoli soprattutto, il mio percorso teatrale, il mio percorso artistico riguarda molto anche l'onirico, il sogno e lo studio sull'inconscio. Përveç studime që kam bërë për këto 2 vepra, thot që kam vënë skenë, për mu thot e rëndësishme ishte thot kërkimi mbi të ndërgjeshmen dhe të pa ndërgjeshmen. Bern. Quindi durante la lettura del romanzo ci sono alcuni passi chiave per me, alcune frasi, alcuni passaggi che mi hanno evocato delle immagini, delle visioni e delle possibilità drammaturgiche. Gjatë leximit të romanit, për mua kishte disa fraza, disa skena, kyçe të cilat me kanë ndezë, si më thonë, imagjinatën dhe dëshirën për të zhytë dhe për ta bërë si vepër. Quindi sono arrivato qua con un'idea, ma poi è nel lavoro insieme con gli attori che veramente si verifica il lavoro. Ke punuar vetëm me të huajin, domethënë si tekst? Ke fut gjërat tua apo ke pas një skenarist, Jonathan? Chiede se diciamo il testo, la drammaturgia è stata tua o hai inserito qualcos'altro oppure avevi un drammaturgo? Pra përveç regjisë që e ka bërë vetë. Abbiamo fatto da solo l'adattamento. Ah, e ke bërë vetë adaptimin. Naturalmente con l'aiuto dell'assistente Andrew, anche perché poi lo spettacolo è in albanese, naturalmente. E quindi certe inflessioni della lingua, certi adattamenti per la versione albanese mi hanno aiutato sia gli attori che gli assistenti. Kisha dhe asistentin, thot Andrewn, që ndihmonte gjatë këtij procesi, por ka kanë një proces i cili është bërë edhe me aktorët. Pra, një bisedim në lidhje me të gjitha ato që ai do shpuste nga teksti. Bukur shumë. 6 minuta është shfaqja vetëm. Me aq më se kuptova është 60 ose 59 ose 59, po ishte Dipende come lavorano, a volte 63, a volte 59, dipende da loro. E varet se si punojnë ata, nga njerë më shumë, nga njerë më pak. Unë kam zgjedhur që të vë këtë titull në ekran, Paqja përballë vdekjes. Ho deciso di mettere questa scritta, la pace di fronte alla morte. Sì. Mund të më elaborosh pak këtë koncept të Camus? Ti si regjisor, më intereson në këndvështrimin. Diventa anche l'appuntamento più importante della vita, proprio perché dà valore. Takimi më rëndësishëm i jetës, sepse në atë moment merr vlerë. Quindi non è soltanto la pace, è proprio anche trovare il senso. Nuk është vetëm paqja, duhet të... Anche se la vita un senso non ce l'ha. Come direbbe Vasco Rossi. Ma è così, no? Ma lo dice anche Camus. Lo dice in una parte del romanzo.
Lo dice in un momento che una vita così non vale la pena essere vissuta. Thotë edhe në roman që një jetë si kjo nuk ja vlen bara që rënë ta jetosh. Quando Meursault è incarcerato. Kur është në burg. Ma alla fine del romanzo, che è là che mi interessa, e che secondo me si va insieme a questo titolo che hai messo, lui si rende conto che la vita vale la pena invece essere vissuta. Dhe në fund të romanit, besoj prandaj thot lidhet edhe me titullin që ke vendosur në ekran, që jeta në fund ja vlen vërtet që ta jetosh. Edhe kur je në burg, edhe kur e di që do vdesësh, Anche quando sei in prigione, anche quando sei që do dënohesh, je dënuar me vdekje. Esatto, sei esatto. Dhe condannato. këtu është madhështia, dhe këtu për mua është keq kuptimi i madh që njerëzit që kanë lexuar Camus për shembull, Questo è kur kanë qenë të rinj, anche pa pritur, nga që nuk kanë qenë të formuar tamam, kanë rënë depresion. dei Dhe giovani kanë che thënë hanno detto all'inizio. mos, ky është i errët, në fakt. Sono andati in depressione, hanno Në detto fakt nuk ka questo è gjë, oscuro. nuk ka gjë më, pra nuk ka terapi më interesante se kjo e Camus, për të dhënë, ë? Më shtiruese. Më shiruese. Camus ja të fton të jetosh. Sì, esattamente. Kjo është pikërisht, ë? Kjo është kontradikta që krijohet kur e lexon i ri dhe pastaj kur i rikthehesh mbrapa, ti vetë kupton që ekzistencializmi është humanizmi i papar. Është shpreha e famshme. Mos tento të vrasësh veten, provo të pishi kafe me Camus. Bravo. Marsi tani është momenti jot para se të hapte aktorët. Unë doj nis Marsi, ti që ke studiuar filozofin, ti që je këtu në studio pothuajse çdo javë, jo pothuajse, por çdo javë. Dhe her pas here unë të them, Marsi, ti ndihmoj njerëzit, ç'na mëson antikiteti, ç'na mëson Camus-a, filozofia e tij. Shiko çani, Camus i përket linjës ekzistencialiste, e linje e cila është munduar që të definojë njeriu jo të nëpërmjet esencës, po nëpërmjet ekzistencës. Pra është ekzistenca ajo që i paraprin esencës. Që do thotë njeriu është një qenie e lirë që të bëjë zgjedhjet e tij, përvojat e tij, të japi formë vullnetit në dëshirat, në bazë dëshirave që ka, dhe kjo i tregon se çfarë njeriu është ose cili është njeriu. Babai i ekzistencializmit është Søren Kierkegaard, i cili Norvegjezi, i flet për tre faza. Ai thotë që njeriu kalon në tre faza. Faza e parë është faza e hedonizmit ose kënaqësive, estetike, pra faza estetike në të cilat njeriu ka qejf të shijojë, të shpalos dëshirat e tij që janë kryesisht materiale. Këto dëshira vdesin, pra domethënë janë tre takimet me vdekjen, po e them kështu. Pra njeriu takon 3 herë vdekjen para se të takojë vdekjen fizike. Momenti i parë kur takon vdekjen është vdekja estetike, pra bie hedonizmi dhe lind racionaliteti, pra mundohet që arsyeja të japi kuptim gjërave. Kjo është faza e parë e jetës së njeriu. Faza e dytë është faza racionale, e cila është shkenca, profesioni, të mundohesh të gjesh një kuptim si funksionojnë normat shoqërore, marrëdhëniet njerëzore, pra kontratat. Çfarë ndodh që kjo është shumë e përkohshme dhe nuk jep një kuptim të së tërës. Dhe këtu ndodh vdekja e arsyes, dhe është faza e tretë që është faza religjioze, që është vrasja e arsyes dhe lindja e përjetimit ekstra empirik, pra përtej realitetit fundëm të gjërave. Ky është momenti ku ndodhi çarja e madhe që u futën dhe autorët si Camus, Kafka dhe shumë tjerë, sepse duhej një kuptim objektiv dhe ky kuptim nuk vinte, sepse bota është. Pra njeriu ndërmerr akte, mundohet të japi kuptim lirive, zgjedhjeve të tij, dhe si thua bota nuk i përgjigjet. Siguri ikën nga duart. Në momentin duke një moment kur e ka, pastaj është fluide hop, ikën prapë. Po, dhe do sjellë shembull shumë të bukur në lidhje me Jean-Paul Sartrin. Jean-Paul Sartre printe kafen e tij të famshëm. Ka qenë mik i afërt me Camus dhe pse pastaj më vonë u prishën po. Po, te kafe Flora dhe i vjen një djalë i ri. Dhe ulet kafe Flora, kujdes, mos gatroni njerëzit, nuk është rruga e Durrësit, në Paris po. Kafe de Flora po. Kafe de Flora. Edhe kamarit tenton që ta ngrejtë, thotë mos e shqetësojë, jo i thotë ai se duhet të ketë një shqetësim ekzistencial dhe kam dëshirë ta dëgjoj. Dhe ky djalosh i ri thotë dëgjoj jam në dilemën e dy zgjedhjeve. I thotë duhet të iki ushtar për shkak të angazhimit të atë të shpëtoj atë mirë po mama ime është e vjetë dhe do vdesi. Në qoftë se unë iki thotë tradhoj maman time, në qoftë se ri bie që tradhoj atë cila është zgjedhja ekzistenciale që duhet bëj. I thotë mos e vrit mendjen, të dyja zgjedhjet janë etike. Pra çfarë do zgjedhje që të bësh do të japësh një kuptim ekzistencës tënde. Dhe pikërisht genialiteti Camus ky është. Camus thotë që në qoftë se në momentin që bota nuk përgjigjet. Edhe një herë për ta përsëritur për njerëzit që nuk e dëgjuan që parë sepse po flisim në ditën kohë. Një nga perlat e Camus, ai ka shumë perla, ka shumë kuota, ka shumë kështu citate të mrekullueshme. Një nga perlat është mos të vrasësh veten, provo të pish kafe. Po, mos vrit veten, pi një kafe. Sepse njeriu, e dush është problemi çani, njeriu e kërkon lirinë. Mirë, po liria absolute të jep gjendjen e ankthit të ekzistencës. Në sensin që duhet të japësh gjërave kuptim, nganjëherë para tjetër ose në sakt tjetri, nuk të përgjigjet dhe kjo të bën të ndjesh i pasigurt. Dhe duhet të zgjedhësh, kujdes. Ajo është vuajtje e madhe. Njeriu duhet të zgjedhë në liri, vëlla. Këtë zgjedh.
Po, dhe pikërisht kura e Camus, le themi, kura ti filozofie. Terapi e papar. Terapi e papar është kjo, çfarëdo që ti të zgjedhësh, përjetoje dhe qëndroj i lumtur. Dhe kjo është edhe qëllimi pse personazhi kryesor në këtë vepër, edhe pse dënohet, edhe pse jeta e tij ka një determinizëm fatalist, përsëri ai duke përjetuar në këtë lloj forme sepse është i sinqert. Dhe le të themi shoqëria më shumë e dënon për sinqeritetin e tij emocional, sesa për veprën penale që kryen në vrasjen e arabit. Ndërkohë që unë para se ja fjalën aktorëve do lexoj diçka Ledio, thjesht për njerëzit vinë tani për informacion sepse nuk e di a ka bileta akoma, a ka vende apo jo të lira. Në limite janë. Në limite. Kapeni urgjent nesër, shkoni te Turbina ose merrni telefon, futuni në Instagram se e keni dhe kapeni sepse do trosh muhabeti është një nga këto veprat, janë pak në botë në fakt kur e mendon, nuk janë shumë. Këto janë evente, për shembull Camus në skenë që na e ka sjell miku jon, regjizori italian. Bashkë me këta aktorë të talentuar që kanë këtu që kur të shkojnë nesër, do më thonë Çani kishte drejt vëlla, ishin të papar. Mënyra si luajnë atje në skenë. Sigurisht, unë vazhdoj të mendoj akoma që teatri ishte i regjizorit, po sigurisht që po u gjeti aktorë të mirë, që do të bëj regjizori, po janë aktorët, pra duhet të jenë të dyja. Po unë mendoj që teatri gjithsesi është i regjizorit. Pra është ai që zgjedh. Është ai që zgjedh. Në fakt. Megjithatë, Ledio bën gati një, nuk e di Ledio, e ke kthej ka nisur rada e eksperimentalit, e ke spot apo është thjesht imazh? Jo, e kam shoqëruar ndërkohë gjatë kohës. A, ke shoqëruar? Jo, pas unë duhet të dëgjoj edhe pak dhe tingujt dhe muzikën dhe Po, edhe atë mund ta dëgjojmë. Po, më njëherë pasi unë të mbaroj këtë infon. Për ju të gjithë që mbrini tani bëhet fjalë për i huaj, me siguri shumë nga ju e kanë lexuar, por janë i bindur që ka shumë nga ju që se kanë idenë. Shkoni shifni se është terapi për jetën tuaj, është e papar. Një rezume e shkurtër do të bëj të librit një herë, para se të vedet e shfaqja. Romani tregon historinë e Merso. Shkruhet me ursa ult. Në frëngjisht në fakt thuhet Mërso, nuk thuhet Merso, se është me u, thuhet Mërso. Një burr i ftohtë dhe indiferent ndaj normave shoqërore, është perl historia e Camus të i huaj. Ai jeton një jetë të thjeshtë dhe nuk shpreh emocione të forta fare. As kur i vdes nëna. Fraza e famshme, sot më vdiq nëna. Sinqeriteti shpirtëror, ajo që tham, pra sinqeriteti emocional. Në botë dje, je me souviens pas très bien, thot, nuk më kujtohet mirë. Nuk e di, thot. Romani, pra, pas një sër ngjarjesh i vdes nëna, e lajmërojnë. Pas një sër ngjarjesh të rastishme, Merso vret një arab, ngjarjet zhvillohen, këtij romani zhvillohen në Algjeri, është në anë të detit, është duke bërë xhiro në breg detit, i vjen një arab përpara, dielli ndërkohë ishte një diell i tmerrshëm atë ditë, që i rëndonte qepallat e syve. Ai kujton se arabi do ta sulmonte dhe e vret ai në fakt. Po, godet. Ë? E godet, po. E godet. Dhe jo vetëm një herë. 5 herë. 5 herë. Pra pasi e goditi një herë, vazhdoi dhe 4 herë tjera. Interesante është që gjatë gjyqit ai gjykohet, pra Mersoja gjykohet më shumë për mungesën e ndjenjave të SJM-s. Pra gjithë në gjyq atje të gjithë ata që bënin akuzë thoshin, pra më shumë se sa vdekjen që kishte, vdekjen e arabit që kishte vrarë, njeriu kishte vrarë, i thoshin ore, po ti si ka mundësi që nuk të ka ardhur keq për nënën kur vdiq. Se në fakt ai prandaj duhet të shikoni shfaqjen, është shumë e bukur, ose të lexoni librin që s'e ke lexuar. Libri i shkurtër në fakt. Po patjetër, më njëherë, në fund Mersoja përballet me dënimin dhe pranon absurditetin e jetës, duke gjetur një lloj paqeje përballë vdekjes. Në mjeti romani, Albert Camus, shpreh filozofinë e absurditetit, idenë se jeta nuk ka kuptim të paracaktuar dhe se njeriu duhet ta pranojë këtë realitet ashtu siç është. Sinopsis. Për të gjithë ju që doni të shkoni nesër në shfaqje, do shikoni që regjin e bën Jonatani që ka në studio, Jonathan Bertolai, asistent regjizor Endriu Hysi, muzika Rafael Morinaj, Marina e ka? Po, Morina e ka, më këtu po çon si ka. Dizenju është dritash Orlando Bolognesi. Kosmografia gjithmonë nga Sofi Kara, e papar Sofia, e përshëndesim. Dhe kush ambet tjetër? Po, dhe Beqo Nanaj. Është dhe Beqo Nanaj që bashkë me Sofin që merret me kostumet. Interpretojnë, siç ju thash, Rafaeli që është këtu, Rafael Hoxhaj, Linda Jarani, Klear Germenji dhe Ronaldo Korgjokaj. Shfaqja në fakt fillon kështu. Të marrin gjithmonë para agimit. Kjo është fjali e parë. Ndërkohë që në dice che lo spettacolo inizia. Ndërkohë që në roman, te huaj është sot më vdiq nëna ndoshta dia apo jo.
Gjonatani ka vendosur ta fillojë ndryshe. Dhe kjo ishte perla. Një nga perlat që më ka shijuar dje. Dhe thot, të marrin gjithmonë para agimit. Tani po flas për shfaqjen e Gjonatanit. Kështu fillon shfaqja e huaj. From the bottom of my future. Yes. Që përkthehet, për ne që s'dim anglisht. Nga thellësia e së ardhmes time. Nga thellësia e së ardhmes time. Mbi natën e fundit të një dënuari me vdekje, ose ndoshta jo. Ndoshta nuk është ende e fundit, ndoshta do të ketë ditë dhe netë të tjera para ekzekutimit. Por është gjatë kësaj nate që Merson në fakt rikthen momentet më të rëndësishme të ekzistencës së tij, dashuritë e tij të pajetuara, takimet, më pas vrasja, avokatët dhe gjyqi. I zhytur në këtë ëndër, gjatë një nate pa gjumë, protagonisti që kam në studio, që është në krah të regjisorit, Rafaeli pra, është si një vizitor i huaj ndaj momenteve që rikthen, udhëton pezull në mjergullën e mendimeve të tij, në mungesën e kuptimit dhe absurditetin e ekzistencës. I tërhequr nga demonët e tij të interpretuar nga Linda, Kleardi, Ronaldo, por pa qëndruar dhe në fund me ta, pa arritur të kuptoj thelbin e tyre, të vërtet. Ai shkëputet pra Merso, në këtë rast aktori që kam në studio, Rafaeli, shkëputet dhe largohet prej tyre duke reflektuar me veten për mungesën e kuptimit dhe vetëm në fund, kur do të përballet me dënimin, atëherë do të gjejë një rrugë të re. Dhe pse ndoshta do të jetë shumë e vonuar. Shikoni disa çaste nga shfaqja dhe rikthehemi në studio të jap fjalën dhe pak aktorëve para sa mbyllim. Jepi Ledio. Ja të shohim pak. Këtë a kemi video tjetër, Ledio? A kemi një video tjetër? Një imazh tjetër nga shfaqja? Në qoftë se kem thuaj, po. Perl. Bëra dhe unë dje një xhirim të vogël me celularin tim gjatë shfaqjes, nuk lejohet, në fakt. Se shqetëson të tjerë. Mirë, do ishte që jo. Po bëra një gjë të vogël se më pëlqeu shumë si më duk si pikturë. Ja e ka Ledio. Ledio plasi njëra të timen që të nisa unë. Po plasë bashkë me muzikë. Perl, unë jam kënaqur shumë dje. Po para se ja fjalën në aktorëve, Ledio, ky është momenti. Ku do të ikim ndaj Ledio? Më kujto pak se sot jam në një moment pak si personazhi i Camus atje. Jam kështu, jam mirë shumë.
E di që po ikin për lesh të gjithë, po unë jam mirë plak. Do ikme lërështrydhja. Te lështrydhja. Jo te lështrydhja, Ledjo. Tani më duhet në mes, po më lështrydhja më duhet, po. Te lështrydhja mi do ikim. Ç'është lështrydhja do thoni ju? Është ai fruti që hani, po kësaj radhe nuk do ta hani. Do shkoni këtu sepse është një brand ndërkombëtar në mbi 100 shtete. Për gjithë ju që keni bebe të vegjël, fëmijë të rinj, ky është momenti shkoni dhe të bëni blerjet tuaja urgjent. Për dhoma për kalamajt, do shkoni këtu, i keni nga gjitha llojet krevatet, me ngjyra me stile të ndryshme. Ajo që është më e rëndësishme te Çileku, zonja Zotrinj, është sepse këto janë të certifikuara ndërkombëtarisht, që do thotë shive qa krevati, kështë dhe krevat shu Ferrari duhet, që ishte ajo, Ferrari. Këtu janë certifikuara mobiljet, do thotë nuk ju helmojnë kalamajt, do thonë janë po pse si helmojnë mobiljet, helmojnë kurse janë certifikuara. Druri i pa certifikuar, druri thonë që se nuk është dru. Po, që materialet që bëjnë këto mobiljet, po nuk janë certifikuara, lëshon një si aromë, që është një lloj helmi, nuk të vdes me njerë, të vdes nga dalë, tani ju futat meri. Por është e vërtet, shkojnë te Çileku dhe tani ka dhe ulljet e Çileku, deri në fund vitit, keni deri në 30-40% ulljet e Çileku. Lështrydhja është pikërisht, se thua shënja që dallon dyqanin në brendin Çilek, e gjeni ose përballë Deli Orgjit, kompleks Deli Orgjit rruga Kavajës, ose në autostradë në kilometri 12 te Prestige Home, qendra tregtare Prestige Home, ose do futeni çilek.al, kaq e thjesht, dhe në Instagram Çilek Albania. Çilek, mobilje për bebe, për fëmijë dhe për të rinj. Bravo Çilek. Po e fillojnë nga protagonisti, nga Mersoja, Rafael Hoxhaj. Rafael, të lutem më thuaj çfarë është për ty ky rol që të dha mos. Je që je thuaj të vinë ato dha. Ledjo, bëj një plan tek Rafaeli, ta kemi në arkiv se ku i dihet dha. Rafael, te kamera tim vëllam, ku që thuaj